Presidenti i Serbisë, Vučić, kundërshton deklaratën në Tiranë më 18 mars mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për të forcuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Vučić tha se Shqipëria dhe Kroacia kanë hapur një garë armësh duke nënshkruar memorandum për bashkëpunimin në mbrojtje me Kosovën. Është situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe ne do ta ruajmë vendin ton, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do ta mbrojmë me sukses nga çdo agresion i mundshëm, qoftë edhe një agresion kaq i fuqishëm, tha Vučić për gazetarët në Bruksel më 19 mars. Duke folur pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Rutte, Vučić theksoi se memorandumi përbën shkelje të marrëveshjes nën rajonale dhe se është i bindur se NATO-ja nuk ka qenë e njoftuar për këtë gjë. Ai tha se këtë çështje ngriti në takimin me shefin e Aleancës Veriatlantike, por nuk tregoi se çfarë ka thënë Rutte në lidhje me të. Ai shtoi se me Rutte ka biseduar dhe për situatën në Kosovë dhe marrëdhëniet ndërmjet ushtrisë serbe dhe misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it, si dhe për situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë. Rutte ndërkohë shkroi në X se me presidentin serb bisedoi për rëndësinë kritike të ruajtjes së sigurisë rajonale, si dhe se si do të vazhdojnë të forcojnë marrëdhëniet NATO-Serbi.